Sebalia kishte bërë pas 10.000 hapa rrugë, kur lajmi për të u erdhi në vesh tanë. Një zhurmë e madhe ja filloi atëherë në mes të ushtarëve. Që po u jepnin siç ndodh shpjegime të ndryshme këtyre planeve të armiqve. Megjithatë, ta kishin të gjithë të njëjtin mendim dhe të njëjtin zjarr në zemër, se duheshin rrëmbyer armët shpejt dhe se duhej marshuar në ushtrinë në heshtje për të mbyllur shtigjet dhe për të zënë grykat, ka ku besonin se ata do të kalonin. Por urtësia e kapetanit, që spajtoi me shpejtësinë e pavënd dhe që sqizinte mjaft besë errësirës, e shtyri çdo gjë për ditën e nesërme, kur hyjet poralloheshin nga dita që po vinte. Ai ngriti flamujt me gjithë turmat dhe doli nga kampi duke hequr ushtin përmes vendesh malore dhe të sigurta, me zburonjën si gjithmonë përpara, që të mos binte kundër në prit të armiqve. Në të njëjtën orë pothuaj, Murati tha nga kampi shenjën dhe sulmoi qytetin. Me qenë se i kishte marrë të gjithë masat që kishin të bënin me Skënderbein, qoftë për t'ia mbyllur rrugën, qoftë për ta larguar, ai ja filloi sulmin pa pritur që të kthihej mirë, me qëllim që të mos zgjatej betejë gjerë në piskun e vakut. Shumë zemër u jep të burrave lajmi i largimit të Skënderbeut. Kjo i bënte ata kishin më tepër guxim për çdo gjë. Dhe që në sulmin e parë, i sollën pa frikë më afër mureve shkallët dhe mjetet e tjera të këtij lloji. Nuk munguan nga ata që po kujtuar kërdin, që sa po kishte ngjarë. Kaluan gjerë pranë vetë portës dhe po u jepnin ata. E përpiqeshin të thyenin llozet duke i goditur me çekiçe shula për hekur. Nga ana e Tiranës u hodhën mbi qytet zjarre në shumë vende, por derdhorët spushonën gjatë përleshjes me Tiranën. S'mund t'i dëmtonte tani natë, pa dëmtuar njëkohësisht edhe të vetë. Në gjithë këtë, ai se mori parasysh fare këtë gjë, dhe po qëllonte njësoj si kundërshtarin, si ushtarët e vet, duke menduar se nuk do kishte krejtë pa kënaqshme fitoria, po ta blinte kokën e një të krishterit, me gjakun e 20 prej të vet. Kurtanët, megjithse nuk mbetën pa erdhur gjak, ishin të sigurt për çdo gjë dhe nuk dyshuan ndonjëherë se mund ta humbisnin qytetin. S'do mend se, përveç të tjerëve, vetë vendi pa përshtueshëm e bën të kotë çdo forcë të armiqve. Por për sa varej mbrojtja e qytetit, ka burëria e njerëzve. Shembullat e trimërisë dhe besnikërisë që jepishin kudo ishin më të vërtet pazakonshme dhe gjithmonë ata të qytetit qëndronin shumë më lart, edhe për nga shpirti, edhe për nga fuqia, edhe për nga fati. Ata që janë afruar portës, vetëm njëri me zi mund të largohej që andi e këmbët e vet. Edhe në anët e tjera, gjithë ata më të parët, vetëm të vrarë, ose nga ata më të fundit një numër i madh u plagos. Shkallët zorse i preknin kund forcohë. Murati, me gjithë këtë, nuk e ndërpreju nga ky shkak betejën në ndonjë vend, por duke zëvendësuar të lodhurit me të freskët, dhe duke përdoritur gjithçka në një këmbëngulje më të madhe për qëllimet e veta. Ai po ushqej dhe njëkohësisht po torturoi me anë të pamjes, ndërsa i ngopur më me mjerimin e të vet. Tha shenjën e tërheqjes dhe e pushoi betejën, ndërsa populatët po përpiqeshin me të madhe. Ja mbushnin mendjen se nuk duhet ta humbisnin ushtrinë. Ka një zemërim i tillë, kur s'dukej gjë kundi asnjë fije shprese për ta shtënë qytetin në dorë. Përkundrazi, ai duhet i ruante ushtarët për punët e llagomit. Ishte vetmja rrugë, anë të së cilës mund t'i ngrinte pusin. Kundërshtarit, Laku u qetësua e gjithçka nga këto fjalë. Dhe pasi ktheu ushtarët në kamp, deri disa nga mëmbë përvorët, dhe mori zbatoi me urtësinë më të madhe gjithë masat që ishin të nevojshme për këtë punë. Por meqense ushtria kishte filluar tani më të vuante nga uria për mungesë të ushqimeve. Kjo punë krye për disa ditë, më me ngadalë, ndërsa për të siguruar grurin, ai dërgoi kurritarët në Lissos dhe në qytetet të tjera fqinje të Venedikasve, i bindur se ata për shkak të paqes që kishin me të, nuk do t'ia morrin asnjë. Kërkaq Kastrioti, pasi mori vesh me anë të zbulonjësve udhëtimin e Sebalias, i cili kishte lëshuar tani një pjesë të ushtarëve dhe po shkatronte arditët dhe pemët e tjera frutore, nis në ushtrinë në heshtjen më të madhe që mund të bëj, dhe kur po i afroi kundërshtarit, një distancë për më 3000 hapash. Ta u dhe mbajti me vete të sulmuarat e sheshit 4000 kalorës. Gjithë këmbësorinë dhe kalorësit e tjerë i vendosi në një kudrin pranë rrugës, ka mendonte se do kalonin mbretërorët. Bashkë me këta, ai la edhe Mojsiun e Dibrës, cilin e porositi që në rast se Aratia do t'i asillte kundërshtarin këndetet me ruar dhe të shpërndar
të kërcente me njëherë pa pritur së bashku me të vetët, e të binte nga prapa. Kundrazi, rasto të t'i shikonte, t'i kundërshtoni, po me aq fat e zemër, atëherë zbriste edhe ai pa përtim e forcat në fjalë, dhe të bashkohej me kalorësit e tjerë. Kështu, llogarista ai se me armikun mund ta dërmojë kollaj